është një grua 47 vjeçare dhe dyshon se është në muajin e dytë të shtatzanisë. Mirë po fëmijën e madh e ka 28 vjeç, të dytin e ka 23 vjeç dhe i vjen turp nga njerëzit, a i lejohet abortimi i fëmijës? Jo, s'lejohet. Pasa kjo është mrekulli, Allah, me qenë shtatzon 47 vjeç, do të fut në librin Guinness. Alhamdulillah, është mirësi e madhe. Nëse është çun, akikan do t'ja marr unë përsipër. 2 desh do t'ja therr unë dhurat. Kështu që stresit zero, edhe maje fëmin, mos e aborto. Nësa fëmijët e tu që janë në këtë moshë kaq të madhe, të bëjnë vetë kalamaj. Mos të rinë të prit mamin me babin. Ja, mamin me babin ta bën golin, tak, rigoshet, për shalë, tak, rrin këto, presin derisa të vi princi me princeshën, tak, babi me mamin, beb vogël, vllad vogël, ose motër vogël.